Nuk është Hiroshima pas bombas atomike, por kombinati metalurgjik Jugohrom. Në këtë pamje rastisen gazetarët që u ftuan nga udhëheqësit e Jugohromit për të treguar se deri ku janë punimet me ndërtimin e stacionit filtrues që kishte filluar gjatë vitit të kaluar. Edhe pse lejen për ndërtim e mori në korrik të vitit 2016, stacioni filtrues brenda kombinatit metalurgjik të Jugohromit është ende në fazën fillestare. Për këtë arsye, 600 punëtorë të Jugohromit kanë mbetur pa punë, pasi që me 1 nëntor të vitit 2016, Ministria e Mjedisit cilë vendim që Jugohromit të ndërpret punën së paku deri në përmbushjen e standardeve ekologjike, gjithsesi deri në ndërtimin e këtij stacioni filtrues. Me punën e deri tanishme nuk është i kënaqur as vetë drejtori gjeneral i Jugohromit Vasko Skenderovski, i cili për ngecjen e punimeve fajson motin e likit gjatë dimrit dhe vonesën e lëshimit të lejes ndërtimore nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve. Неколку пати јас на медиумите до сега изјавував дека disa herë në media kam deklaruar se arsyeja themelore për thënë kushtimisht ngecjen tonë në ndërtimin e sistemit për largimin e grimcave është problem administrativ për marrjen e lejes ndërtimore. Të mos përsëritim, megjithatë, atë që mundëm ta bëjmë pas marrjes së lejes ndërtimore e bëm në afat maksimal. Më pas kushtet e motit, periudha e dimrit nuk na lejuan të punonim më intensivisht. Tani që kushtet e motit na lejojnë, Jugohromi maksimalisht dhe intensivisht ju përkushtua punës për ndërtimin e sistemit për largimin e grimcave. Ndërsa për përfundimin e plotë të punimeve për ndërtimin e stacionit filtrues, drejtori gjeneral i Jugohromit Vasko Skenderovski kërkon edhe 8 muaj afat. Да вие новинарите лично преку вас и јавноста во Македонија се запознаат. Me këtë edhe ju gazetarët personalisht, por nëpërmjet jush, edhe opinioni në Maqedoni të njoftohet se çfarë do të ndodhë. Sistemi për heqjen e grimcave. Gjegjesisht të demistifikohet vendosja e sistemit filtrues, sepse shumë prej jush konsideronin se filtrat janë një punë e thjeshtë që vetëm vendosen në xhaqe dhe furna dhe me këtë probleme zgjidhet. Vetë jeni dëshmitar se sistemi filtrues është një projekt shumë i ndërlikuar, i cili parashikon ndërtimin e punëtorive. Sot përfundojmë me betonizimin. Këtu pranë meje është i tërë ekipi menaxherial, i cili mund t'ju flet më hollësisht për fazat se si do të zhvillohet ajo. Me këtë themelet e betonit do të përfundojnë tërësisht. Faza e ardhshme do të jetë vendosja e shtyllave të çelikta, të cilat do të përpiqemi t'i realizojmë me intensitet të ngjashëm. Shpresoj se brenda një afati të arsyeshëm, maksimalisht për 8 muaj, i gjithë sistemi filtrues do të jetë gati për punëtorinë numër 2 që e shikoni atje. Aty ndodhen furat numër 7 dhe 8, që paraqesin 50% të kapacitetit të Jugohromit. Drejtori i Jugohromit përsëriti kërkesat e tij për vazhdimin e punës paralelisht me ndërtimin e stacionit filtrues. Ai kërkon që Jugohrom të vazhdojë punën me gjysmë kapaciteti, me qëllim, siç thot ai, që të zgjidhin problemin social të punëtorëve të papunë, të cilët nga muaji janar nuk po marrin më paga. Па дали ќе работи не зависи најмалку од нас. Kjo nuk varet nga ne. Ne disa herë tentuam të gjejmë gjuhë të përbashkët edhe me Ministrinë e Mjedisit Gjetësor dhe me Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, e kjo ka qenë ajo që ne tani e ofrojmë. Gjegjesisht paralelisht me vendosjen e filtrave, Jugohromi të punojë dhe të paktën furat 7 dhe 8 të funksionojnë, që në një farë mënyre paraqesin 50% të kapacitetit dhe me këtë ne e zgjidhim edhe problemin ekonomik të rrethinës së Jugonovcit, edhe problemin social dhe vazhdojmë me intensitet prodhues. Në periudhën kur kushtet atmosferike lejojnë që Jugohromi të punojë përkundër mungesës së filtrave, kërkesa jonë ishte pikërisht kjo, që të punohet intensivisht në vendosjen e filtrave, ndërsa paralelisht me këtë, Jugohromi të punojë me kapacitet prodhues. Për fat të keq nuk hasëm në mirëkuptimin e asnjë institucioni, por shpresoj se në të ardhmen kjo thirrje jona publike do të rezultojë me sinjale pozitive dhe Jugohromi do të vazhdojë të punojë.
Me të përfunduar ndërtimi stacionit filtrues dhe të vihet në shërbim të furave numër 7 dhe 8 të gjashtë të cilëve po i shihni prapa meje. Me anë të tubacioneve nga këto fura, tymi do të tërgohet drejt stacionit filtrues, i cili sipas udhëheqësve do të arrijë të asgjësojë deri në 99% të pluhurit. Por mbyllja e Jugohromit deri në vendosjen e filtrave pati edhe efekt negativ. Se paku 600 punëtor mbetën pa punë. Kryetari i sindikatës Jugohromit Bajram Amiti u gëzua lajmit për vazhdimin e punimeve të stacionit filtrues, por megjithatë ai ende është i merakosur për punëtorët që kanë mbetur rrugëve. Kryesindikalisti Amiti kërkon që të lëshohen në përdorim së paku 2 fura, vetëm që punëtorët të mos mbeten pa punë. Kjo ditë është një ditë e madhe për punëtorët e Jugohromit, për njerëzit të cilët gravitojnë, të cilët gjithojnë këtë rrethin, sepse Jugohromi është ekzistencë vetme për këta njerëz dhe për punëtorët të cilët kanë punuar këtu. Kjo ditë e sodit, punët të cilët kryen, tregon se na si sindikat deri tani aktivitetet tona, presionet tona nuk i kemi bën vetëm ndaj institucione shtetërore, por i kemi bën edhe ndaj menaxhmentit të fabrikës, edhe ndaj investitorit. Prandaj, prej këtij momenti, besoj se edhe qeveria, edhe institucionet shtetërore, sikur që janë Ministria e Ambientit Jetësor, do të tregojnë mirë kuptim dhe do të bëjnë një vendim për fillim punës normal, për një periudhë kohore, për derisa për shkaku i kushteve klimatike, deri ka muaj tetor, kur edhe fillon kemi ndoqje të ajrit. Besoj se do të gjejmë mirë kuptim edhe nga ana e tyre. Nëse vazhdohet me punët të fura 7 dhe 8, do të kthehen gjithë punëtorët në punë? Po, për derisa ne këta 5 muaj që s'kemi punu, arritëm që punëtorët t'i mbajmë në punë, pa të ardhura, domethënë pa të ardhura të firmës, të prodhimit. Besoj se edhe do t'jemi në gjendje atëherë kur punojnë të 2 furat e mëdhaja, do t'jemi në gjendje që t'i kthejmë në punë. Sipas statistikave, Jugohrom gjatë ditëve që ka punuar ka ngritur në qiell rreth 30 ton pluhur në ditë, i cili është prezent edhe ditëve të sodit. Ngjyra e hirit nuk ka qenë pjesë e planit të arkitektit të Jugohromit, por është ngjitur në përmure dhe në shpërndarë nëpër të gjithë zonën rreth kombinatit metallurgjik të Jugohromit për arsye të mungesës së filtrave. Furat janë ftohore, më nuk ka tym. Aty pranë kanë mbetur edhe dronje që ishin sjellur për të djegur. Kështu do të mbesën së paku deri në ndërtimin e plotë të stacionit filtrues, thonë nga Ministria e Mjedisit Jetësor. Gjatë punës pa filtra, Jugohrom është në gjendje që të pasurojë qiellin e pollogët me 30 ton pluhur kancerogjen në ditë, ndërsa me filtra, kjo shifër reduktohet në 800 kg pluhur në ditë. Për shkak se shifrat e grimcave PM10 ishin alarmante më 16 dhjetor të vitit të kaluar, komunët e Tovës njoftojnë ndërprerjen e procesit të mësimor, ndërsa kundër dukurisë së ndotjes së ajrit të organizatat ekologjike organizuan protesta masive. Por as punëtorët që mbetën në rrugë nuk ndetën duar kryq. Ata në kontinuitet protestuan për të kthyer në vendin e punës, duke kërkuar nga Ministria e Mjedisit që të anullojë vendimin për mbylljen e Jugohromit. Por kësaj radhe Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor është decide në vendimin e saj se pa plotësimin e standardeve ekologjike ose pa ndërtimin e stacionit filtrues, Jugohrom nuk do të mund të rifillojë me punë.